Është e pamundur. Është ai që është. Është ai që është e vërtet dhe duke pasur parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe aleati strategjik i Shqipërisë, padyshim që kjo ftesë duhet trajtuar si një ftesë midis dy shteteve. Fakti që kryeministri shqiptar i jep kaq pompozitet në mediat e tij sociale dhe si një formë vetë në komunikimit të tij me publikun shqiptar, edhe në mungesë të transparencës që ai ka në raport me çdo ngjarje tjetër. Kam përshtypjen që këtë ngjarje nuk i dha kënaqësinë as Ambrosias. Përfituar tash e ka mbajtur për vete, që ta trajtoi kështu në mënyrën sa më që të hahet si llokum në një kuptim. Jo vetëm që ka dashur ta mbaj për vete, por ka dashur të jetë dhe si i mbrojtur nga pyetjet, sepse çdo pyetje e një gazetari është në kërkim të transparencës dhe e rëndësishme është të kuptojmë ne si shqiptar që vërtet ka ardhur një ftesë e tillë, por çfarë përmban kjo ftesë? Kush është kuadri ligjor në cilin Shqipëria do të merrte pjesë në një mbledhje të tillë, në një bord të paqes ku pretendohet që Shqipëria të jap kontributin e saj, ndërkohë që ne si vend kemi shumë probleme jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në rajon, sepse dhe vetë kryeministri Rama në raport me ndërkombëtarët ai e sheh veten e tij si një faktor stabilizues në rajon. Kështu që për mua është pak ironike që kryeministri shqiptar e trumpeton me të madhe këtë ftesë të presidentit Trump, pa dashur të heqë absolutisht historikun e tij dhe marrëdhënien e tij të drejtë për drejtë që ka pasur me presidentin Trump, duke quajtur atë si një president, ose më saktë ai nuk e uronte kur që ai bëhej një president i Shtetet Bashkuara i Amerikës. Por kjo është më shumë, le të themi, një ngjarje që i bën shqiptarët të kuptojnë më shumë kryeministrin, se si qëndron ai realisht përballë liderëve botror dhe nganjëherë duket sikur kryeministri shqiptar tenton që t'i ushqejë shqiptarët me lugën bosh, ndërkohë që Shqipëria është gjithnjë e më shumë duke u rënuar. Dua ta përsëris faktin që më duket krejt ironike që pjesëmarrja e Shqipërisë të jetë, le të themi, si një vend i vogël në një moment të tillë gjeostrategjik kaq të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në rang global, ku kryeministri i një vendi të vogël siç është Shqipëria, me shumë probleme, ku ne ende nuk arritëm dot të bëjmë detyrat e shtëpisë, ku dhe ai vetë po e vën në diskutim hyrjen në Bashkimin Evropian, ku duket që disa hapa janë kaq të vështirë për t'u arrirë. Mua kjo më duket një përpjekje e kryeministit shqiptar për të rindërtuar imazhin e tij dhe për të thënë shqiptarëve që nuk po ndodh asgjë mes shtetit shqiptar, marrëdhëniet me SBA dhe presidentin Trump janë të konsoliduara, por ndërkohë paralelisht me këtë ne kemi ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku jo më larg se disa ditë më parë kanë nxjerrë postime të ndryshme për luftimin e narkotrafikut dhe se ata janë të vendosur me kërkesë të sekretarit amerikan të shtetit Rubio për ta vazhduar këtë luftë. Kuptohet duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Pra, këto dy realitete padyshim që ne nuk mund t'i shohim si të ndara nga njëri tjetri, por për mua kryeministri shqiptar po mundohet luaj me kartën e liderit botror tek partnerët apo tek miqtë e tij ndërkombëtar për të siguruar një pozicion, le të themi,